Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, nga edicioni orës 19, pas pak në lajmet do të ndiqni. Kryeministri Rama premtoi se të gjitha shkollat do të kenë laborator inteligjent gjatë një takimi me të rinj të angazhuar në teknologji. Më herët gjatë ditës kreu qeverisë se do të shtohen programet për nxitjen e aftësive digjitale. Nga Kongresi i Partive Popullore Evropiane, Sali Berisha deklaroi se gjithë bota pret fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhje dhe theksoi se do të jetë kjo forcë që do anëtarësoj Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Zbulohen pamjet e autorit të dyshuar të vrasjes në Vlorë. Ai shfaqet me maskë dhe kapele para atentatit në Tiranë. Policia ka ndaluar një person që dyshohet se i siguroi mjetin atentatorit. Donald Trump i cilësoi 100 ditët e para të qeverisë së tij si më të mirat në historitë e SBA-ve nga ndonjë president. Në një tubim në Michigan, kreu i shtëpisë së bardhë sulmoi demokratët dhe mbrojti vendosjen e tarifave. Lara Kulturi do të vazhdojë që të garojë në sportin e skive për flamurin shqiptar. Sportista italiane kishte kërkuar ndërprerjen e bashkëpunimit, por Federata Shqiptare e Skive njoftoi se mes palëve është arritur marrëveshje. Dhe njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës sot me Kryeministri Rama premtoi se të gjitha shkollat do të kenë laborator inteligjent, ndërkohë që nga Kuksi gjatë pasdites ai u kërkoi votën shqiptarëve për t'u anëtarësuar vendin në Bashkimin Evropian. I cilësoi insektet, partitë e vogla që nuk meritojnë të merren në konsiderat. Ndalesa e radhës e kryesocialistit Rama ishte në Kukës, ku qytetarëve të kësaj zone u paraqiti planin elektoral të Partisë Socialiste si dhe çfarë synon për Kuksin. Projekti i transformimit të gjitha lagjeve të këtij qyteti do të përfundojë duke i transformuar dhe ato 2 lagje që kanë mbetur, por ajo që ka më shumë rëndësi të thuhet sot është që janë krijuar premisat që edhe Kuksi si qytet, edhe si bashki, të hyjë me më shumë forcë në hartën turistike të Shqipërisë. 11 maj për Edi Ramën është një mundësi për të kapur trenin e historisë dhe për t'u integruar një herë mirë në familjen europiane. Shqiptarët në 11 maj të bëhen një shumicë më e madhe se çdo herë tjetër. Për t'i dhënë një fuqi vendimarrëse atyre që do t'jenë shumicë, neve do më thënë, që mos të humbasim asnjë ditë në negociatat me Bashkimin Evropian. Partitë opozitare i quajti insekte që nuk meritojnë të merren në konsiderat. Dalin kukumjaçkat, shfaqet zhapiku, janë edhe ca nga këto insektet e reja, i keni pa këto? Insektet e reja që janë shfaqet në përfush. Ne nuk mund t'i themi Europës, shiko se kemi ca probleme se na kanë dalë insektet në shtëpi. Ne duhet të jemi super korrekt. Do ta bëjmë këtë, po do ta bëjmë. Më herët, po në Kukës prezantoi planin për zhvillimin ekonomik. Shqipëria është renditet në vendin e parë pozitivisht me nivelin më të ulët të inflacionit. Kemi nivelin më të ulët të papunësisë ndonjëherë qysh nga fillimi i tranzicionit aso kohe. Kreu i qeverisë garantoi mundësi të reja punësimi, ndërsa të rinjve u bëri thirrje të shfrytëzojnë potencialin që u ofron Shqipëria. Nga Kongresi i Partive Popullore Evropiane, Sali Berisha deklaroi se gjithë bota pret fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhje, theksoi se do të jetë kjo forcë që do anëtarësojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Partitë Popullore Europiane kanë miratuar rezolutën integriteti i zgjedhjeve në Shqipëri të paraqitur nga Partia Demokratike. Në këtë rezolut theksohet se qeveria Rama përdor administratën për të siguruar vota në zgjedhjet e 11 majit, si dhe kërcënimin e qytetarëve nëpërmjet eksponentëve të krimit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili ndodhet në Kongresin e Partive Popullore Europiane, të mbajtur në Valencia të Spanjës, tha se nëpërmjet kësaj rezolute, bota demokratike dënon kryeministrin Edi Rama. Kjo rezoluta e 4 në 5 muaj që dënon Edi Ramën. Në të vërtet, bota politike, shumica e botës politike
është kundër Edi Ramës, ndëshkon Edi Ramën. Një rezolut në të cilën denohen me forcë të gjitha problematika të mëdha të krijuara nga qeverisja e Edi Ramës. Një përgjigje të ironizimit që Rama i bëri fjalimin të tij në Kongresin e Partive Popullore Europiane, Berisha tha se Europa pret fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Në mënyrë të qartë si kristali, ta presin fitoren e Partisë Demokratike sepse kanë besim të madh se kjo forcë do rivendos, do rikthej shtetin ligjor dhe se procesi i integrimit me Partitë Demokratike në drejtim është i sigurt dhe do bëjë realitet antarësim në Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Thotë se mbështetja që ka marrë Partia Demokratike nga Partitë Popullore Europiane është një mesazh për largimin e qeverisë Rama. Të gjithë bota pret fitoren e Partisë Demokratike. E gjithë kjo mbështetje e madhe për opozitën shqiptare kthehet një mesazh të fuqishëm për çdo shqiptar për të firmosur fundin regjimit Edi Ramës dhe për të hapur një kapitull të ri. Kryetari i Partisë Demokratike gjatë fjalimit të tij në Kongresin e Partive Popullore Europiane kërkoi mbështetjen e partive si motra të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit, ndërsa akuzoi qeverinë Rama si të korruptuar dhe bashkëpunëtore të grupeve kriminale. Drejtuesja politike e diasporës në Partinë Demokratike Josefina Topalli akuzoi mazhorancën se po i bën presion administratës për votën në 11 maj. Diaspora po përballet me vështirësi në marrjen dhe dorëzimin e zarfit me fletën e votimit. Kjo u denoncua nga drejtuesja politike e Partisë Demokratike për diasporën, Josefina Topalli. Një ndër problematikat është mos shkuarja në adresën përkatëse për të tërhequr zarfin siç është marrëveshja. Ka patur raste që ka munguar fleta votimit, ka patur raste që ato janë gjetur përballë hedhjes së zarfave në oborr, ose është marrë nga kumshia me 10 zarfe dhe kjo nuk është e ligjshme. Topalli bëri thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të marrë masa të menjëhershme për të garantuar votën e qytetarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë. Ka ndodhur që kur janë nisur zarfet të ketë pasur duplikata, t'i kërkojnë DHL-s që të përmbushin detyrimet e tyre ligjore dhe logjistike. Thyrja e afateve është një cënim i rënd i votës të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Përveç problemeve me postën, Topalli thotë se diaspora po përballet dhe me presionin nga qeveria. Të mos pranojnë të bëjnë me video apo të fotografojnë votën e tyre që i kërkohet përmes një presioni që i bëhet familjarëve të tyre brenda administratës. Përdorimi të dhënave personale është një tjetër shqetësim. Unë personalisht, përveç të tjerëve, kam marrë mesazhe të pafundme ku më thonë ku e din ato numrin tim të telefonit në Gjermani, në Itali, në Greqi, në Kretë apo në vende tjera që marrin telefon apo më çojnë mesazhe për të votuar. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Franc Nuri i bën thirrje SPAK të reagojë për çdo problematik e konstatuar nga vetë Celia Blu, ndërsa paralajmëron edhe kallëzim penal për çdo person që shkel ligjin. Në lidhje me rastin e Kretës, që është një krim zgjedhor që po ndodh dhe ka ndodhur përpara disa ditësh, ku publikisht disa individ të caktuar që pretendojnë se janë dhe përfaqësues të OJF-ve apo të shoqatave ndryshme aty, në rrjetet sociale Facebook e kanë dalë dhe kanë thënë hapur që kanë patur marrëveshje me DHL-n për të tërhequr me 10 zarfe. Ne presim që SPAK të ketë nisur tashmë hetimin kryesisht për këtë ngjarje, por edhe nëse nuk do ta bëjmë, Partia Demokratike do të dorëzojë kallëzim penal sa më parë. Teksa akuzon qeverinë Rama për largimin e të rinjve nga vendi, Partia Demokratike shprehet e bindur që vota e diasporës është ndëshkuese për mazhorancën. Para turit ballkanik që do të paraprit nga vizita në Shqipëri, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, thosë se do të nxjisë këto vende të përshpejtojnë reformat. Përpara mbërritjes në Tiranë për samitin e Komunitetit Politik Evropian që bëhet më 16 maj, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa theksoi se zgjerimi me shtetet ballkanike është investimi gjeostrategjik më i rëndësishëm për Brukselin. The enlargement
to the Western Balkans countries. Zgjerimi me shtetet ballkanike është një investim gjeostrategjik më i rëndësishëm që ne po bëjmë. Ky është një proces në vijim. Unë do t'i vizitoj të gjitha shtetet ballkanike pas 2 javësh për të biseduar me liderët e rajonit, për t'i nxitur që të përshpejtojnë reforma. Ne jemi të përkushtuar për të arritur sukses në këtë proces. Ne besojmë se këto shtete do t'i tejkalojnë problemet dypalshe në mënyrën e dur, për të siguruar që në mandatin ton 5 vjeçar të kemi antarësime të reja në familjen ton europiane. Një ditë më parë komisionera për zgjerimin, Marta Kos, theksoi se Shqipëria do të jetë shteti antar i 29 i Bashkimit Evropian brenda vitit 2029, kohë kur mbaron mandati i këtij komisioni evropian. Zbulohen pamjet e autorit të dyshuar të vrasjes në Vlorë, ai shfaqet me maskë dhe kapele para atentatit. Personi që shihet në këto pamje dyshohet se është autori i vrasjes së Renato Hoxhait pak ditë më parë në qytetin e Vlorës. Ai shfaqet në orën 4:17 të mëngjesit afër vendit të ngjarjes, 1:43 minuta para vrasjes së 58 vjeçarit. Autori i lëvizjet të cilit u dokumentuan edhe nga kamerat e tjera sigurie shfaqet me një çantë supi të vogël, në të cilën dyshohet se kishte fshehur armën. Në kokë mban një kapele dhe në fytyrë një maskë për të mos u identifikuar. Gjatë të gjithë kohës ai lëviz me duar në xhepa. Për arrestimin e autorit, policia ka kryer disa operacione gjatë këtyre ditëve. Kontrolle u kryen në Sarandë dhe Ksamil, por pa mundur të bie në gjurmët e ekzekutorit. Në funksion të hetimeve të vrasjes së 58 vjeçarit Hoxhaj në kryeqytet, policia shoqëroi një 37 vjeçar i cili dyshohet se i ka vënë në dispozicion makinën e autorit të krimit. Renato Hoxhaj u qellua me 3 plumba sapo doli nga banesa e tij. Ai ishte duke ikur në objektin e ndërtimit ku punonte si roje. Të shtënat u dëgjuan edhe nga bashkëjetuesja e tij, e cila menjëherë lajmëroi policinë. Viktima rezulton pa precedent penal, por pavarësisht kësaj, policia dhe prokuroria e Vlorës po kryen verifikime lidhur me aktivitetin e 58 vjeçarit. Shtyhet për në 7 maj seansa për check-up dhe sterilizim dhe ish ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Shkak është bërë mungesa e Beqajt dhe avokatit të tij, Ermal Yzeiraj. Përmes një emaili, Yzeiraj informonte gjykatën se nuk mund të paraqitej për shkak të një angazhimi akademik, ndërsa Beqaj nuk u paraqit në seancë për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. SPAK e akuzon ish ministrin për falsifikim të dokumentave, mashtrim dhe shpërdorim të detyrës. Numri i vizitorëve që vinë në Shqipëri përmes transportit ajror ka shënuar rritje edhe në 3 mujorin e parë të këtij viti, sipas Istat kanë udhëtuar mbi 2 milion pasagjerë. Vendi ynë vijon të ketë fluksin më të lartë të vizitorëve përgjatë gjithë vitit, kryesisht nëpërmjet rrugëve ajrore me avion, këtë dëshmojnë edhe vetë shifrat zyrtare. Referuar të dhënave më të fundit të Instat, vetëm në 3 mujorin e parë të vitit 2025 kanë udhëtuar me linja ajrore mbi 2 milion pasagjerë, duke shënuar rritje me 9.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Nga ky fluks pasagjerësh, vetëm gjatë muajit mars të këtij viti janë përpunuar mbi 751.000 pasagjerë nga 4.684 fluturime ajrore të ndryshme, ku dominojnë kryesisht nga aeroporte si Milano, Roma, Bologna, Venecia, Londra e tjerë. Të dhënat e Instat theksojnë se në hapësirën ajrore shqiptare kanë fluturuar 65.146 avion, nga të cilët 79.5% të tyre e zënë numrin mbi kalimeve. Referuar shifrave zyrtare të Institutit të Statistikave, vetëm në 3 muajt e parë të vitit 2025, vendin tonë vizituan mbi 1.620.000 turistë të huaj, duke shënuar rritje me 5.9% krahasuar me 3 muajt e parë të vitit 2024. Nga ana tjetër, jo vetëm transporti i pasagjerëve ka pësuar rritje gjatë 3 muajve të parë të 2025-s, por edhe volumi i mallrave të tregtuara si eksport apo import me anë të ajrit shënoi vlerën e 396 tonëve. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, ky tregues është rritur me 2.8%. Lehtësohen procedurën për fermerët që duan të përfitojnë nga rimbursimi i naftës në bujqësi. Sipas ndryshimeve në udhëzim, ata duhet të ngarkojnë më pak dokumente në sistem kur aplikojnë. Fermerët që do të aplikojnë për përfitimin e naftës për punimet bujqësore do të përballen me më pak barriera burokratike. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministria e Financave kanë miratuar ndryshime në udhëzimin e ri, duke thjeshtuar dokumentacionin që duhet të ngarkohet në sistem gjatë aplikimit nga fermerët. Udhëzimi i përbashkët përcakton se çdo subjekt përfitues duhet të provojë aktivitetin bujqësor për të cilin aplikon, duke paraqitur faturë blerje për një nga inputet si farrat ose fidanet, plerat kimik apo pesticidet ose faturë për shitjen e prodhimit.
Faturat mund të ngarkohen në sistem në momentin e aplikimit ose mund të dorëzohen fizikisht në agropikat apo në zyrat qendrore të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural ose fizikisht apo me post deri para pagesës apo para kontrollit. Udhëzimi i ri përcakton gjithashtu se dokumentacioni që duhet të ngarkohet në sistem është në varësi të statusit të pronësisë apo përdorimit të tokës bujqësore për të cilën aplikohet dhe statusit të regjistrimit të saj në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Dokumentacioni kërkuar është certifikata e pronësisë shoqëruar me kartelin e pasurisë dhe hartën treguese kur fermeri disponon atë, certifikat familjare e vitit 91, marrëveshje dakordësie shumicës së anëtarëve të familjes bujqësore në gjendjen aktuale në lidhje me punimin apo përdorimin e tokës nga aplikuesit. Ministria e Bujqësisë bën të ditur se aplikimet do të jenë të hapura deri më 30 maj të këtij viti. Të gjithë ata që plotësojnë kriteret do të përfitojnë deri në 186 euro për hektar në varësi të kulturës bujqësore që kultivojnë. Donald Trump i cilësoi 100 ditët e para të qeverisjes së tij si më të mirat në historinë e drejtimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga ndonjë president. Në një tubim në Michigan, kreu i shtëpisë së bardhë sulmoi demokratët dhe mbrojti vendosjen e tarifave. Presidenti amerikan Donald Trump festoi 100 ditët e para në detyrë në një tubim në Michigan, ku foli për një seri fitoresh në reforma ekonomike, ndërsa sulmoi demokratët përfshirë ish presidentin Joe Biden. Gjatë fjalës së tij, Trump i quajti 100 ditët e para më të suksesshme të çdo administrate në historinë e vendit. Ne jemi këtu për të festuar 100 ditët e para më të suksesshme të çdo administrate në historinë e vendit tonë. Ky është fillimi më i mirë i çdo presidenti në histori. Të gjithë po e thonë këtë. Ne sapo kemi filluar, ju as nuk keni parë asgjë ende. Kreu i shtëpisë së bardhë u shpreh se lëvizjet e tij për të vendosur tarifa ndaj partnerëve tregtar të SBA-s mund të çojnë në një ringjallje të prodhimit vendas, ndërsa theksoi se shumë shpejt mund të arrihet edhe një marrëveshje me Kinën. Me tarifat e mia ndaj Kinës po i japim fund vjedhjes më të madhe të vendeve të punës në historinë e botës. Kina na ka marrë më shumë vende punës se sa çdo vend tjetër. Ne shkojmë mirë me Kinën. Dua të them, tarifa e tyre tani është në 145%. Ata duan të bëjnë një marrëveshje dhe do ta bëjnë, por do të jetë një marrëveshje e drejtë. Nuk do të jetë një marrëveshje që do të na bëjë të humbasim $1 trilion në vit, siç bëjnë me Bidenin. Ai president ishte shumë i keq. Ai nuk kurseu as kritikat edhe ndaj demokratëve. Ndërsa ne luftojmë për të mbrojtur amerikanët, demokratët e sëmajtës radikale, të cilët janë kaq të këqin për këtë vend, po luftojnë për të mbrojtur bandën kriminale Tren de Aragua. Për vite me radhë, politikanët demokrat nuk u ngritën në asnjë protestë, ndërsa gratë dhe vajzat amerikane u përdonuan dhe u masakruan nga këta përbindësha. Partia Demokratike Radikale po mbron disa prej kriminalëve në këtë vend. Kush drejshin do të votonte për këta njerëz? Duke qëndruar përpara një slogani që shkruante epoka e artë, ai u shpreh se administrata e tij po jep të fundit migracionin të palishëm, do të rivendoste sundimin e ligjit, ndërsa ritheksoi se 100 ditët e para në këtë administratë kanë prodhuar gjithashtu rezultate historike në betejat për të mposhtur katastrofën e inflacionit të shkaktuar nga Bideni. Trump ripërsëriti kritikat e tij edhe ndaj kryetarit të Rezervës Federale, Jerome Powell, dhe kërkoi sërish uljen e normave të interesit, pasi kjo do të ishte mjaft e mirë për ekonominë amerikane. Sondazhet tregojnë se amerikanët nuk janë të bindur për vizionin ekonomik të Trump. Në një sondazh të realizuar nga Reuters Ipsos, 42% të anketuarve e vlerësojnë performancën e Trump deri më tani, ndërsa 53% jo. Frika nga një recesion është rritur ndërsa presidenti amerikan ka nisur një luftë tregtare globale, duke rritur tarifat në nivele që ekonomistët paralajmërojnë se mund të ndalin pothuajse tërësisht tregtinë me disa vende, veçanërisht me Kinën, lëvizje që kanë tronditur si investitorët ashtu edhe kompanitë e mëdha. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka kritikuar politikën e Donald Trump për vendosjen e tarifave ndaj BE-s. Sipas saj, tregjet globale u tronditën dhe inflacioni do të rritet. Nga tribuna e Kongresit të Partive Popullore Evropiane, Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka kritikuar luftën tregtare të Donald Trump me tarifa ndaj Bashkimit Evropian, si dhe qasjen e tij ndaj vendeve të tjera. For decades, free trade has been a driver of global prosperity. Për dekada me radhë, tregtia e lirë ka qenë një nxitës i prosperitetit global, ka nxjerrë miliardë njerëz nga varfëria dhe ka mbështetur jetesën e miliona familjeve europiane. Tani, tregjet globale janë tronditur nga politika e paparashikueshme tarifore e administratës amerikane. Tariff policy of the US administration
Tarifat amerikane për pjesën tjetër të botës janë në nivelin më të lartë në një shekull. Miliona qytetar do të përballen me fatura më të larta ushqimore, ilaçet do të kushtojnë më shumë, transporti do të kushtojë më shumë dhe kjo po dëmton në veçanti qytetarët më vulnerabël, bizneset të mëdha dhe të vogla, të cilat vuajnë që nga dita e parë. Pasiguria më e madhe, ndërprerja e zinxhirëve të furnizimit, burokracia e rëndë, nuk mund dhe nuk duhet ta lejojmë që kjo të ndodhë. Tarifat e Trump 10% për shumicën e shteteve, 145% për Kinën dhe 25% për çelikun, aluminin dhe makinat kanë tronditur tregjet globale. Ndërkohë që von der Leyen shprehet se kjo do të varfërojë jetën e miliona qytetarëve evropian, edhe pse nuk e përmendi në emër presidentin amerikan. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ne nuk i pushtojmë fqinjët dhe nuk i ndëshkojmë ata me tarifa tregtare. Organizata botërore e tregtisë parashikon që tregtia globale të kurret deri në 1.5% nëse presidenti amerikan vendos tarifat e tij për Bashkimin Evropian me 20%, tarifat të cilat ai ka pezulluar për 90 ditë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.